Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e mëdhur falendrojmë, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërruar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të mëdhur me hadithet që Imam Nevawi rahimullah ka përmbledh në Riyadus Salihin dhe kemi ardhur te kapitulli i sabrit. Do të vazhdojmë sot me hadithet e radhës që ky dietar i ka përmbledhur në këtë kapitull për të pa edhe nga disa hadithe të tjera rëndësinë e sabrit dhe në anën tjetër të marrim edhe shembuj të njerëzve që kanë bërë sabër. Përse të ndrullozer për me e përvetësu një vlerë të rëndësishme, për me e arrit një shkallë të përmirësimit e ndryshimit, njeriut i duhen disa forca. I duhet forcë për me ndryshu, se nuk është lehtë ndryshimi. Edhe i duhet forcë me reagu si duhet, me bo sabër, e vlera tjera. Një nga këto forca është dija, është kryesorja. Forca e dijes që ne po e marrim, po e mësojmë, që njeri me u fuqizu me dije, që në situatat caktuar ku lkundet njeriu zakonisht të jetë stabil. E kush e bën stabil? Dija, njohuria. Sa më tepër ka njohuri dhe sa më mirë i kupton këto dituri dhe këto njohuri, padyshim se është më stabil. Dhe padyshim nga faktorët e rëndësishëm në këtë stabilitet është edhe ndjekja e shembujve të duhur. Don kur para vetes ki një shembull që është se aja ka dalë. Nëse nga njerë për shembull disa njohuri dhe informata që mund t'i marrin, mund të na duken të pamundshme, të paralizueshme. Por kur është njerëzit në çfarë niveli kanë arrit, thosh atëre nuk është fare, domthonë rani që me u arsyetu, absolutisht, por me ecë përpara. Prandaj Allahu Azza wa Jalla shpesh në Kur'an e ka ngushtuar pejgamberin, po edhe ka inkuraju përmes sprovave që kanë hënë këto pejgambert, me i tregu që nuk je veç ti që po sprovohesh. Nuk je ti i pari që të përgënjeshtroj njerëzit, thoi një gënjeshtar, jam ashtu, si je ti i pari. Ka pas para teje pejgamber që kanë hjekë edhe më shumë. Pastaj pejgamberi kështu i kanë ngushtuar sahabët në Mekë që janë, domthonë, torturuar, janë eksplozuar sprove nga më të ndryshme. Pejgamberi nuk ka thonë, ata që kanë para jush e kanë paguar më shtrejt. Andë kur din që dikush e ka pagu, e ka ecë, edhe ja ka dalë, domthonë, nuk është diçka e pamundshme. Nga se Allahu Azza wa Jalla nuk e ngarkon askë për të mundësive. Çka do që Allahu i dërgon robit nga caktimet e shariatit, po edhe nga caktimet e kaderit, është brenda mundësive. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk e ngarkon askë për të mundësive. Mundësi ka. Mirë po, pse njeri nuk i shfrytëzon këto mundësi, nuk i njeh këto mundësi, nuk është i gatshëm të bën funksionar këto mundësi, është problemi i njerit. Mirë po, Allah nuk e ngarkon për të mundësive dikant për me dënu. Nga se Allah me dash me i dënu rapt, nuk i sprovon, po i dënon direkt dhe nuk ka kush e ndal. Andaj ne kemi nevojë me u shërbim me shembuj duhur në lidhje me tëra që kemi nevojë me përvetësu. Qoftë nga adhurimet, qoftë nga vlerat dhe virtytet, po edhe largimin nga veset e këshëmtuara. Sot jemi në takim me një hadith të rëndësishëm, dhe më thonë që e ka transmetuar Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu, por që nga Ibn Abasi e ka transmetuar një nxënës i tij që ka qenë prej dietarëve të mëdhenj, Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah ka qenë dietar i madh në Mekë. Ibn Abasi ka qenë në Mekë. E ata u ka qenë nga nxënësit e Ibn Abbasit. Ibn Abbas nga dietarët e mëdhenj të sahabeve, shokët e pejgamberit alayhi sallam. E ata u thot një ditë duke nejt me Ibn Abbasin, më tha, a don me ta tregu një grua që është nga banorët e xhenetit. Një grua tash ka lënë, ajo është nga banorët e xhenetit. Unë përnë ende duke qenë në dunja, ka marrë për gëzim se është banore e xhenetit. A thua, çka ka bëu kjo grua? Çfarë vepre ka bëu që ka merituar që në dunja të merr garancë se do të jetë nga banorët e xhenetit. Të ndërruar
kjo garancë dhe kjo përgëzim nga pejgamberi son, nga se veç ai ka mundësi me dhon përgëzime të tilla. Për shkak se ata Allah e mëson, ne nuk dim kush e banor i xhenetit. Nga se nuk e dim të mshaftën e tij çka bën, nuk e dim brendshmën e tij, nuk e dim të ardhmen. Allahu e din. Na mund gjykojmë në aspektin e jashtëm. Mirë, po pejgamberi alayhis salam që ka pas shpallje nga Allahu, ai ka pas të drejtë, domethënë me ju garantu në emër të Zotit njerëzve se janë nga banorët e xhenetit. E kur pejgamberi i ka garantuar dikujt se është banor i xhenetit, kjo s'ka qenë vetë përgëzim të ndërlozë. Ka qenë garancë. Qysh garancë? Se s'ka me deviju. Se nëse është banor i xhenetit, qysh me deviju pra? Nuk devijon. Do të stabil deri në fund të jetës në udhëzim. Do të bën vazhdimisht punë të mira, dhe kjo garancë është shumë e rëndësishme, po që nuk mund të jap askush pas Allahut i gjithdijshëm, ai që din përfundimin e gjërave, dhe ai din çka komendohet para se mendohet. Dhe kësaj gruaje pejgamberi sa, domethënë, ja ka dhënë xhenetin ende duke qenë në dunja. Thot Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, thot kjo grua është një grua, domethënë, zezake. Nga padyshim njerëzit e Medinës ka thonë, e cila ka ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe i ka thonë, o i dërguar i Allahut, un kam problem me epilepsi. Domthon bie të fikë të dënë epilepsia, do njeriu nuk din kur rrezohet në rrugë, do të na rujt, rrezohet xhamin, shtëpi, s'ka kontroll. Në momentin kur domthon vije goditja, vije sulmi, vije. S'ka kontroll nga rrezimi. E ka armë anku tek pejgamberi son për këtë sprov, kon. Unë kam problem, jam sprovu me epilepsi, në rrëzohem ato. Andaj lutë Allahun për mua. Çka i bën lutë Allahun për mua? Lutë Allahun që të më shëron. E këtu pastaj i ka thonë pejgamberi diçka që do të vazhdojmë, po dua që me komentu pak këtë që u përmendëm më këtu. E përmenda çka do të thonë me qenë dikush i përgëzuar me xhenet. Kjo është e para. E dyta të ndërruazër, Ibn Abbas ka qenë nga dietarët e mëdhej. Ka qenë njëri i veçantë. Po megjithatë, domthon sahabët kanë gjykuar mbi bazën e devotshmërisë, jo mbi bazën e informatave. Për shembull, mos e pas kjo gruë në mësim që ju jep në burrave. Çka kishte më qenë interesant me Ibn Abbasi, tyre tash që të kalon, për shembull. Por ata, kanë pas modesti, për shembull, ata ka mujtë me thonë një bosi, kjo në xhenet, po, na me dije, na të tërkunjene, jo, absolutisht, banore, aja ka qenë, që ka thonë, fakti që ka thonë grua e zezë, s'ka qenë në nënçmim kjo, larga saj, jo me nënçmu, po për me dallu, kër kalon qaja gruja që është pak me zërshtja, me qaja, na racat e dim, raca e bardh, raca e zezë, raca e kuqe, raca e verë, jeshtë në dom, Allah i ka ndonë në raca. Dhe ndarën e raca nuk e bën asë një racë më të vlefshme se tjetërën, përveç se me devotshmëri dhe me punë të mira. Mirë po, ata Ibn Beraba ka qenë nders të Ibn Abbasit, ka qenë duke pëtu tefsir, fjallët Allahut, komentin të fjallës, e ka nërpet dersën i ka thonë, ta është qatë gru këshora pëtën. Nëse mësimi që kjo gru këmë të adhonë, është me i malë së mësimi që të adhonë pëtën. Në kuptim të praktikës, rëndaj të ndërlozën në kërë nevoj me përzimes, teorisë edhe praktikës. Po, kjo mësim po që këtë mësime që po t'i mësoj une, i këmarë nga pejgamberi alayhis salam. Nga pejgamberi i këmarë të mësime, a shiko këtë gru që ka përfitu nga këtë mësime. Se ajo ka përfitu nga këtë mësime. Prandaj, sahabët kanë marrë mësim prej kujdo qoftë, që ka, pasru iman në tyne. Nuk e kanë nënçmu asë kanë mon grukja, e thjesht që s'ka dije. Ja. A ka arrit me shku në xhenet? Shumë e plëcum është, shumë e kompletum është. Nga se njerëzit nuk arrin me shku në xhenet përveç se pas, dëshmis se janë të pjekur, e të matur, e të formuar, e të edukuar, e të kompletuar e kështë më radhë. E që gjitha këtu i kanë përfitu nga dituria dhe praktika në emër të Allahut Gjelle Gjelalu, përmes besimit dhe adhurimin dhe Allahut e Bareku Teala. Dhe kjo shumë është e rëndësishme. Me ndërprejët, me thonë, kjo gru është e veçantë. Ka ardhur anku tek pejgamberi alayhis salam. Ankesa asaj të ndëru vëzër
nuk ka qenë ankesë që ka të regu mungesën e sabrit. Unë hekma këtë sprovë, jo. Po ankesë e asaj ka qenë dikun tjetër, që do të tregon e vetë në vijim të transmetimit. Edhe diçka tjetër që e shpjegojmë inshallah në vijim. Në kërkesën e saj për shërim, çfarë i tha pejgamberi alayhi sallam? Tha, in shi'ti saberti, walakil janna. Nëse don, rrin këtë smundje, bë sabër, të garantoj se kemi shku në xhenet. Nëse don, rri çështo. Sprove ki, vështirë ki, mirë po, bë sabër. Nëse bën sabër, të garantoj se kemi shku në xhenet. E i ka thonë, o in shi'ti, da'awtu Allahe en yu'afiyaki. E nëse don, e lësë Allahun me të shërua. Në këtu i ka pasur dy opsione. Opsioni i parë ka qenë xheneti. E opsioni i dytë çka ka qenë? Shëndeti, po prap xheneti ka mundësi me kon, pse i shnosh se shkon në xhenem, apo i shnosh që vazhdoi të normale në punë tjera, çaq. Mirë, po këtu ka mësim të madh. Për shkak kjo gru s'ka qenë e rëndomt, s'ka qenë kjo e zakonshme. Me ndërpret dersën Ibn Abbasi, e me thonë ataut që ka qenë ulemat maj, qërë pak, nalu pak, qërë që i dirgu se kjo është të veçantë, në kërë punë e thjesht kjo punë asë njëmë. Kjo gru të ndërlëzër ka pas problem. Dhe ka pas, dhe më thonë, ambicje në ibadet. E ka konsideru penges për ibadet dhe për ngritet e ka Allahu të barekutare smunjën atë. Në ka kërku më shuru që ti lehtësot pjesëmarrja në gjërata, që ti lehtësot pjesëmarrja në punë të mira, nga se me këtë smunje e ka pas të lashe, ka qenë penges, për shembull të ndërrozë ke pa njerëzit për shkak një smunje fillojnë më mshël të shtëpia. Pse s'po del, vallahi po ligna, po mdhin fryma, fillon ka pak më u izolu. E izolimi pastaj sjell dëmtim. Andaj kjo ka dashur të jetë e lirë në aspektin shëndetësor që vazhdon tutje me marrë mësimet e pejgamberi, me qenë adhuruese e mirë, me qenë smunja është pengesë, e kemi thonë, smunja është pengesë. Në kjo ka menu me mendin e saj se kjo smunja është pengesë për xhenet. Jo pengesë, domthonë se i çon xhenem, jo kështu. Po nuk i mundson me fitu punë tjera të mëdha thënë. E këtu e ka mësuar pejgamberi sa ato që shumë njerëz nuk e dinë atë. Të ndrozë shpesh na menojmë se në xhenet mundi me shku ti kisha pas çto para atë. Me pa pas që shtu në dije se filoni, po çka kisha bë. Ose për shembull, njëri është në punë caktuar. Allahu xhallahu ala espron me diçka. Do të vëllai më se kisha pas i smuj, po din çka kisha bërë. Nëse Allahu çat sprovja ka qiu me lecu xhenetin, jo me vështirësuar. Po njerëz nuk e lexojnë kështu. Njerëz mendojnë se kjo sprovë është vështirësim. Jo, sprovë është lehtësim. Sprova vështirëson dunjan. Po, kur je smut në dunja, smunesh me dal, smunesh me net me nezrahat, se je smut. Sprova po, dunjan e vështirëson, po jo ahiretin. Rruga për ahiret lehtësohet me smunje. E ku më thonë në takimin e kaluar, nuk bën me e kërku smunje, larg asaj. Duhet me kërku nga Allahu shëndetin, mirëqenien. Po nëse Allahu duke qenë një projekt caktuar, ta çon një pengesë caktuar nga Allahu, s'është çike lypti, as që ti e ke bujë zmetin, po ka ardhur caktimi i Allahut. Munohu me kuptu si lehtësim. Pse? Nga se nështë në begati që Allahu t'i ka dhonë, nuk je sa duhet falëndërues. Domthon, nuk po i përdor begatit sa duhet për më ngrit. Ta ndihmon Allahu me sabër në vend falëndërimit. Domthon ti falem s'po mush po sa dush, mirë po sabër bën, se të një Allahu azza xal. E do me të bardh nga falëndërimi në sabër, për me ta lehtësu ngritjen, për me ta lehtësu arritjen, për me ta lehtësu shpëtimin. E kur i ka thonë pejgamberi kësaj gruaje, nëse don bë sabër, e ki xhenet. Opsioni 2 çka ka qenë? E do opsioni ka qenë xhenet. Sa e ka qenë sahabike, e ka pa pejgamberin son, ka besuar pejgamberin son, ka u ibadat, edhe me logjikën tonë ish lehtësu jeta e saj, ish shpëtu për kësaj smuje, apo dhe
i ka pas gjitha rrethanat lehtësuese me shku në xhenet. Mirë po, kur i thot pejgamberi sa direkt, burimi i dijes, ai që e njeh Allahun azza wa jall, edhe e dim se Allahu që në sprova, kur ai thot nëse do të bën sabër, e ki me shku në xhenet, ai ka kuptuar se pra që të më pas ka qilë Zoti derën, mos e mshel, le që derë qilë, mos e mshel pra. Se këtë derë pas ka qilë Zoti me shku në xhenet, le qilë. Na duhet me kërku shëndetin të nërëzë, duhet me kërku, nërga saj, duhet me kërku shërimin, s'me ish punë. Po kërë Allah ta qenë një sprov, një smundje, me të ta qenë një dirë të harit, mosu bezdis, mosu shtetësa, munohu me ndru gjendjen, mirë po knaqë dhe me qatë dirë, nga se nuk dihet me qka Allah të ndihman, e tjep Allah bërë qëtë. Andaj të nërru vëzër, është fatkeci për shumë këhere, kur vinë njerë saktum edhe, për shembull mund të jetë gruaja 7 zane. Edhe në muajin e 6, 7, që fëmija tash ka shpirt i krijuar, për shembull i thojnë valla ky fëmijë ka me lind, po i ka do probleme. Për shembull, mund të jetë me sindromin Down, mund të jetë me po të hunë krijesë Allahu tash. Edhe me abortu. Që më abortu me mytë të minë, Allah, kjo është mbytje. Kur t'i vjen shpirti, është mbytje. Edhe mërzitën e ka këtë. Po ti ku e din mas pari që ashtu ka me dalë? Nështë Allah ndërën gjendjen në fund mujnë e nëndë, edhe lind ryshat e para. E dyta, po edhe nëse lind, është pa ngërkes për ty, është e vërtet, po nështë të dënë Allahu Gjellera që ky fëmijë me këtë smundje bëhet bereqet para atin e shtëpisë juve. Ai vjen bereqet, ai vjen, domthon Allahu xhalla wala nuk po të çon me ta prish, apo po të çon me të ndëru, me të ngrit. Ndoshta edhe me të vetdisu, si i vetdijshëm vetdison, po më hajr kimë pas. Prandaj njerëz nuk po flas për vendim juridik, a bën as bën. Kjo ka rast të veta. Po flas për mentalitet që duhet të çasemi lajmeve kur marrim për shembull se valla është një sprov. Mos e mena me si penges, mos e mena domosdoshmë si një fatkeqësi që tash çysh bëhet jeta me ta. Jo valla, nështë është mirësi, nështë është derë për xhenet. Andaj pse veç opsioni, për shembull, veç opsioni i errët na bjen mend. Veç opsioni i ngushtimit na bjen mend. Nështë është opsion që ta zgjeron. Andaj Allahu xhallahu ka qortu kur ai ishte me Mekës, që i kanë vorros vajzat për zgjalli. I kanë vorros fëmijët. Vajzat i kanë vorros. Pse? Një nga arsyet ka qenë edhe, domethënë, furnizimi. Çi furnizimi? Çuara logjikën i dhujtarisë ato. Ka thonë, duhet të punu për të, me fitu, në fund mjallon dikujna. S'ka me sap. Ai ka kthyer me parë. A po kupton? Ka kthyer me parë. Kjo për shembull punoj, rritë i qikë, rritë rruje, bën, edukoje, lodhë për ta, mos flaj natën, kush e di tani çfarë të lashëm dalë me ta, puna, në fund, e merr dikush, bë familje të harrat ty atë. Ma mirë për i fillim për vorosi për zgjalli, çfarë mentaliteti. Qështu ka qenë të na deri vonë, se kanë vorros, po se kanë lash qikën. Pse fisi huj, qika vetë. Po nëse dhe veç ka me shku në festuj, po edhe me shku në festuj, qika jote e gjithmonë, gjakus në rënë, apo qika jote është. Andaj, një hajrë të madhë, që Allah i ka sirë nështë përmes asoj qike, nështë nesër o martu, edhe ka bu miqësi, është rritë familja, miqësia, të kam pru Allahu gjelluar njëfësit shumë ta, për shkak një qike. A ma fillim se ka paranu kështë të kora, Andaj, Allahu qënë hajrë dhe njëve, Allahu kur rubit nuk i bësherë. Robi është ai që e lip sherrin, edhe robi është ai që begatni këtë sherr atë. E kjo gruaja ka kuptuar tamam çka po i thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe ka për ishte duhur. Edhe i ka thonë pejgamberi nëse do të bëj sabër, edhe ki xhenetin. Nëse don e lus Allahun edhe shërohesh. Mirë, në opsionin e parë xheneti ka qenë i garantuar. Në opcion e ditë, xheneti ka qenë i mundshëm, po i garantuar. E kur bën puna për xhenetin, sahabët e pejgamberit nuk
menun 2 herë kam jam sy atë. Kam jam sy. Shikoj për shembull të ndërun në zërë. Njëri ka mundësi me u punë mira. Për mes asoj punë mirë, më ngrit edhe me fitu se opte ka Allah me e lecu hyrin gjennet. Qëka thot? Thot, lijar inshallah, e mundësi tjetër. Po, a vjen na e mundësi tjetër? Ku e din t'ja vjen e mundësi tjetër? Për shembull, e një rregull që realisht e ka obligim me zbatu. Për shembull, namazi është obligim, duhet me zbatu. Mbulesa është obligim, duhet me mbulu. Kjo është haram, duhet me largu. Haram e caktuar. Edhe në vend se me qenë shumë mirë njës, elhamdulillah që nuk di qa, pa e marrë është këtë punë, pa e ngu këtë punë, me konë falëndrues edhe me nëzitu në zbatim, thëtë, se unë e bëj mirë, sa i kjo banë, ama që Allahu pa ta qenë mundësin, pa ta qenë derën, me të përmirësu, me shku tek Allahu të pregaditun, që ka banë? Jam shil derës vetës të mirësis, me shpresë se qelen dyrë tjera. E kur qelen ato, a qelen, e qyr qelen, e kur qelen a shkan, as shkan. Andaj, të ndërvozër, nuk është kjo çështje punë, pa të kësirë që dënjesht dhe si punë lotarie. Apo, rastësisht, hajtë të përrojt dë numra për i baj, nështë a fitaj. Së është kemi nështë a vlapëta, gjeneti nuk është me nështë a. Gjeneti nuk është eksperiment, nuk është të përvaj. Nëse është një mundësi veç, një jetë e kemi. S'ka mundësi të, nuk ka mundësi të rikthimit, nuk ka mundësi të rishikimit kurdes, nuk ka mundësi të përmirësimit të gjendjes. Një mundësi është. Nëse që e mundësi nuk është në favor gjenetit, s'ka opcion tretë përveç se gjenimit e dhënërit. Andaj besimtarë që e kupton këtë seriozisht, nuk lunë me jetën e ti. Nuk i len shansat me ikë. Nuk dihet, nështë për që të Allahu më shpërblen, nështë për që të Allahu më falë, nështë për që të kontribut, për që të sadak, për që të fjallë mirë, Allahu më ngritë. Nuk len me ikë mundësi të përë. Edhe këtë ka mujtë mënë, Allah, shëram se, isha Allah më nej punë tjera. Sa i e, kështë mujtë e punë tjera, po ku e din punë tjera që ka bëja, që shë ma? Mundësia është me që ta me shku gjenet, kape trenin edhe hyp, ecë. Dhe që kjo është dalimes mënyrë që shka menu sahabet, e që shë menu njerëzit mas sahabëve. Njerëzit mas pari menujnë me rahatu dunjon, tani isha Allah bëhet ahireti, qëllë me buket të punët, qoftë edhe me forma të pahishme, apo? Mjena atu punë, me konë këtë punë, me konë rahat, mas me më dhinë të kërkon, mas me më ngusë kërkosh, me konë mirë, me mujtë, se jo, po, dunja e së që ashtu. E tani për ahiret, po isha Allah të e bëhet diqka. Jo, vla, jo, aja është esenca, aja është baza, ahireti është baza. Këtu të ke fundit kalan, kjo është kalimtare, po qëka i bëna saj që është e përjetëshme? Andaj të ndërvojë vëzër, njeri nuk e shet kur margaritarin për ruza të tjeshta, pa e bën të kundërtën. Nëse për shembull i ki do ruza të tjeshta, as bijuteri nuk janë ato, ruza të tjeshta. E thot dikush, apo e ndërron që ta me diamanta. Çka thot ai? Po të këqyrit të menujem, që ke menu lo, kjo shans nuk përsëritet. Andaj, e maj men njerë, nështë e keni pa, po në një intervjist televizive, një gazetare, e intervjistejke, një multimiliarder, nga më të pasit në botë, nga njëzit më të pasit në botë. Së është mërëzimja për menemni. Edhe, nga pyetjet, ja boni edhe i tha, qysh je bo miliarder? Qysh je bo të në këtë para? A i tha, të regoj pak ma bo me që, a ban me që një ndërhyrje. Po, tha, ja ku është një qek. Dhe një ato qeka që, po dhe bohet parët. Tha, shkuj sa para po i dojnë, po dhe në tjedhe opër. Po, tha, jo se, po më jenë kesh, një dhe anja ma qekon, tha. Tha, qështu si jëmë bo miliarder unë apër. Dhe jo këtu lypë, po tërë mundësia mi marë 1 milion zdanë, do une mundësi se këmë lërë me mikë, e këmë shqyëzua, pëtën. Qëtu dalimi? Njerë që i ngritën, shqyëzoj mundësit. Njerë që zoj më ngri, ikë mundësia për të shpist, ka hunë t'i kalanë edhe kisme atë nesër, a e zvjanë më nesër, Allah, ta është mundësia, shqyëzoj e bëhajrë. Dhe i këta i ka shqyëzu mundësit. Ka se ku zvjanë më, apë. Apo, shkatë për shamë dhe, ka shumë shamë nga jetë, apë. Na kemi pas të problemin në okupatorit e luftës, apo.
Do njerëz si ka kërsit e para, ja kam mësibu shans me mbrojt vendin me do. Do një kam prit, kam prit e ta u shku lufta për. Ta shprit më bua, e zbot më, Allah në ma bot nëra. Ka ik mundësia, Allah. Ka ik mundësia mu dëshmu e mu bot, ta që dëshmu dikun tjetër, për luft, ju ndonë njerëz e kanë kalzu vetin, apër. Dhe më të mund që do mundësi nuk përsëritin ato. Vin, e shrydzën e kap, se shrydzën e ecë, apër. Edhe kjo gru që shtu të ka bopër. Gru ka mujtë me thonë, vjeni mundësi tjetër, e mos me ardhë, ja, se lëna, apo më thurë gjenet që ta pe kapja. Andaj i ka thonë për atër me që kështut, konë asbir, po bëj sabër, që atë opcion e parë për marë atën. Shumë gure me eqme, se ka lonë mundësin me ika, e ka kapë mundësin me erë atër. Andaj i ka thonë, po bëj sabër atër. Mirë po i ka thonë i driguar Allahut, e kom një kërkes. Këtë kërkes në dytë, pejgamberi e ka pranuar. Pse është kërkes, në kuadër të sprovës, jo dalje për saj. Ka thonë, kur përdozona nga epilepsia, po zbulona. E gru, kur rëzohet, ka mundësi për shembull Allah na fal, i zbulohet koma, ose ka mundësi i shkyhet tesha, i duket pjesa e brendshme, apo? Kanë lutë Allahun te barekuta që kur të rëzona, mos më çplua. E ka bëu dua pejgamberi që mos më çplua. Shkoni, domethënë të ndëzër, një gru që ka frikë Allahun azza xal, që ka dert me rujt trupin e saj. Domethënë ka dert me rujt trupin e saj. Ka thënë se ky trup është emanet. Komë të pyet Allahu për të. Burrin dhe gruan. Allahu komë të pyet për trup, komë të pyet. Në njëri për shembull me bu vetë zullum. Për shembull me çorrusin në fund. Atë vetë Allahu për të? Po të vetë Allah. Qysh nuk të vetë? Sunitush jam ju kon. Kush u kon joti? Kush ta ka falat sy atë? Ai trupi është emanet. Komë të pyet Allahu për të. Gruaja është obliguar me mbulu trupin. Shikoj këto gra, po deri unë nona tonë janë konë që shtot. Gjykshet tona, po më herët apo. Sistemi i ka ndjek ku ka mujt, me u hjek jo mbulesën, po që ftyrën, jenë më shef në përshpia, ka pas nga në që s'jën dalë kur mo, heq nga shtëpia, veç mos me zbulu ftyrën apo. Nga nonat e shtëpiave tona, kanë bajt shamia, me këtë problemet e telashet e që kanë pas, si kanë hjek apo. Por sot ja shiko ku ka situatat. Mund zbulim me të vërtet të mërshëm, i frikshëm, një zbulim pa asë një kuptim, apo, edhe pa asë një sprov me ka që ka në i gazep, a një problem, sot njëre din, të hajde pa e mirë kuptan, kur gjës ka, vetë qef për dukje, qef për ekspozim, qef për me rëby vëmendje, apo, pse ndodh kjo, për shkak se të nërvozër janë përzi shembujt, unë e thash fillim, nëse kjo gru kështë me qenë shambuja shumë motrave, bijave tona, e cila ka thonë ja Rasulullah, e duroj epilepsin, po se duroj mu qflu, a punë e modë kjo. Duroj epilepsin, në regull, për gjenet bëj sabër, ama nuk muj me duru mu qflu, që soj që kam i bo, e ka thonë kësa i bujna qare, e ka lutë Allah që këtë rëzot mos mu qflu, e ka rujtë Allahu Azogjel. Ma edhe që do më rujtë, e rujtë Allahu Azogjel, në rëzot. Wallahi, ajni që të mërujt, erun Allahu te barek u ta'ala. Erun Allahu te barek u ta'ala. Ka qenë për me përbyll këtë hadith, edhe këtë pjesë për sot, ka qenë mbretëllën se të shumë media në botë. Për shambull, nga, dhe më thonë, sulmi i fundit edhe genocidal fatkeqësisht me pasojat shumëta në fëmijë, në gra, kështë më radhë, në Gaza. Unë jam bombardu, pa paralemrim, s'ka ditë kush apëton. Dohon, kanë zirë gra nga rënojat me shamia. Kanë flaj që ashtu të apën. Që nëse ndodhe qka, e vdes, mos me unë zirë publikisht, e unë se kom shamin kukë, apëton. Kjo nuk është obligim fetarë kështu apëton. Në ndikush, kjo është ekstrem. Ja. Së është kjo, me thonë për shamu që nëse se kishë bo, ajo në shpit vetë ka najtë. Të ku në shpit ka pas të liur me i këshamin. Po du me folë për një nivel tjetër, jo nivellit veç, a kom bërqë, se kom bërqë. Nivellit të, dhe më honë, dhe vëshmish dhe Allah të barë këtala, që qëka do që ndodhë me gjithë në situatë, të gatshme, që mos me pas diqka që, në është ta më ekspozon situatët pa hishma. Pra e të ndëllëzër,
çështja e besimit vallë është çështje e çuditshme. Është çështje e habitshme. Njerëz me besim bojnë punë që ti veç qysh po mundet me bë. E bën se lidhet me Allahun azza. Ai që me Allahun lidhet, ai që me Allahun te barekotala, domthon i përmirëson raportet, ai që në Allahun mbështetet dhe tek Allahu shpëton shpëlimin, le të bën punë. Ai që në kërë këtë situatë në kupton, normal se kupton. Për shembull, ti një njeri, thot, unë vrapoj 20 kilometra çdo ditë. Çush po mundesh Allahun në një dys po më shpirti po më del. Po ai mundet sa ju trajnu. Apo, a do që di dikush për shembull, çush po mundet njëri me shku për shembull 20 kilometra me vrapu. A do që di? Do të vëllai se ti 2 katë ngjitesh pa më shfrym. Apo, s'kena kondicion. Po çaj u trajnu. Që për gjitha tjeshta, apo, është që qysh shpërfaqet dallimi. E dikush që është trajnu në besim, në frikë dhe Allahut, e ka vazhdimisht ahiretin parasyve, e shpëzon qenin tek Allahu zgjën. Çka ki më çudit të kapën? Mos u çudit vëllapën. Mos u çudit çysh e bën. E bën ti çudit pse ti s'e bën. E je besimtar, je besimtare kështu më radh. Shpëson xhenetin tek Allahu xhallahu ora. Çysh u veshja jote? Çysh dalja jote? Çysh namazet? Andaj unë thënë se duhet një mund me menu. Për këtë arsye autori ka pruar hadithin e kësaj gruaje me tregu sabrin, jo vetëm në sprov, po sabrin edhe në obligim. Se kur kjo grua ka kërkuar që kur të rrezohet mos më u zbulu, çka nuk kupton kjo? Që ti përmbahet obligimit të mbulesës edhe në këtë situatë. Do të thonë, kemi përmend se sabri është 3 lloje. Në obligime, në largim nga ndalesit edhe në sprova. Kjo grua ka bashku mes këtë llojeve të sabrit. Prandaj shembull model. Dhe për këtë përmend që jo rastësisht Ibn Abbas i ka thonë nxënësit e tij ata Ibn Barabahut, a do më të kallëzu për një grua që është banore e xhenetit. Prandaj të ndërrozën, na kemi për ta shembuj, për më na inkuraju, për më na vetëdijsu, për më na frymëzu, për me vërtet më na mësu ç'është duhet me jetu në përputhje me besimin ton, me vlerat tona, jo me kulturat tuaja që s'na përkasin, s'janë të nevet. Me çdo respekt për çdo kamp, po na kemi traditën ton, kemi zakonin ton, kemi veshjen ton, kemi besimin ton. Dhe duhet i përmbajmë aso që i kemi përmbajt me shekuj, edhe pse për këtë është pagu çmim i lartë, megjithatë njerëz e kanë pagu. Edhe duhet me pagu për shkak se shpëlimi tek Allahu është shumë i madh. Edhe ja blen për çka do kuft me sakrifikun dunjë për me fitu një lloj përgëzimi të këtill që kjo ka marrë dunjë na shpresojmë me marrë në ahiret ku Allahu na thotë se përpjekja jote dhe mundet shpërblehet sot me xhenet. Allahu na i fal mëkatet tona, lëshimet tona. Allahu na vëdësof për vlerën e madhe të punëve të mira dhe Allahu na vëdësof për rëndësinë vetdijes në raport me shpërblimin, me ahiretin edhe xhenetin e na përmirësoj Allah xhenin në çdo aspekt. Kaq për sa Zoti shpërblet. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.